Lagja e Ranës është një monument i veçantë natyror, turistik, shëndetësor, ekonomik dhe kulturor për qytetin mbretëtar të Ulqinit. Ky ambient lidhet me të kaluarën e bushme të Ulqinit, por edhe me të ardhmen e turizmit elitar të këtij rajoni. Se si e njeh Ranën e fëmijërisë, të rinisë dhe të kohës së sotme, pyetëm publicistin dhe udhëfysin e palodhur Ismet Karamanaga. Rana është pjesa më e bukur e Ulqinit, gjithmonë edhe kanë thënë edhe më përpara, ke deti ke mreti, prandaj Rana është ke mreti. Duhet t'ju tregoj diçka, t'i kthejmë pak historikut tonë. Në 1878, siç e dinë qytetarët tonë të nderuar pas Kongresit të Berlinit, 2 vjet kanë gjatë bisedimet për dorëzimin apo të them tash të bërë një pazarllëk ndërmjet Ulqinit, mbretërisë otomane dhe fuqive të mëdha të asaj kohe, duke u dhuruar Ulqini malit të zi, prandaj Ulqini nuk është liruar, është dhuruar. Kështu që ne flasim me një nostalgji për qytetin tonë, në qytetin tonë, në Ranë, konkret mund t'ju them ku gjendemi tash në vendin ku dikur ka qenë hoteli Republika, një ndër hotelet më të parë të ndërtuar mund të kenë italianët e kanë ndërtuar me 42-shin si vend ku kanë marrë kualt, mirë po me vonë kanë bërë një kat ku kanë fjetur shtarë dhe me vonë është bërë edhe i kati i tretë i famshëm ku kanë ardhur mysafirët e parë nga perëndimi tek ne këtu. T'ju tregoj diçka, ne të gjithë flasim me nostalgji pasi që në atë kohë, prandaj nuk thot ky Ismet Karamanaga, ky të thonë udhëtarët, njerëzit të cilët ka ardhur, për shembull njëri Jan Slatek është quajtur një shkrimtar slovak kur ka ardhur herën e parë në Kotor dhe magjar ka shku në Cetinë dhe ka numëruar 4000 banor, ka shku në Këshiq 8000 banor, ka shku në Podgoricë ka thënë 10.000 banor, Ulqini 9.000 banor, prandaj Ulqini ka qenë qyteti i dytë i Malit të Zi. Kështu që Knjaz Nikola ka qenë larpams dhe ka ditë se kur është dorëzuar Ulqini në duart e tyre, Ulqini hapin e parë çka ka bërë më 1885 në Shnap për të hapur kanali Porta Milenës, se ka menduar dhe ka paramenduar se ka thënë se këtu do të ujitet, do të furnizohet me ushqim të gjithë Mali i Zi, pasi që dim nëse çfarë toke është këtu. Mirë po, t'i kthehemi Ranës. Rana është një vend i cili ka qenë reprezentativ. Në Ranë kanë qenë mbi 10 objekte reprezentativ. Sot për fat keq, këstën flasim edhe me nostalgji, nuk ka me të zgja. Xhamia detare në vërtet është rinovuar dhe është rindërtuar përsëri mas 71 vitit, por siç e shihni mbrapamësh kjo është xhami e re, nuk është ajo cilën e kanë rrëzuar atëherën ose e kanë zgatruar të them më parë. Duke filluar prej hotel Jadranit, i cili është i ndërtuar atje në pjesën Suka, siç e quajmë na. Pastaj më vonë kështjella ta thonë Knjaz Nikollës, e ka qenë villa Suma, villa e shqiptarëve nga Shkodra, të cilët nuk kanë dashur, por me dhunë i kanë hek edhe e kanë liruar shtëpinë. E kanë më vonë kështjellën, të them na shtëpinë e Knjaz Nikollës. Keni pas hotel Kopin. Hotel Kopi, hotel Galebi, siç e quajnë të cilin ne flasim sot me një dhimbje të madhe pasi që e ka shkatruar me 2006 në 7 njerëzit të cilët nuk kanë shpirt, se vetëm ata pa shpirt kanë mund të marrë hotelin reprezentativ si ka qenë këtu. Duke i përkujtuar shikuesit tan, do t'i tregoj se Galebi ose Kopi ka qenë hoteli i treti në ish Jugosllavin. Ama thanë kur është hap Galebi është dashur me ardh edhe kryetari, të thom prime ministri i parë i atij shtetit e mbretit Aleksandrit Stojadinoviçi, ka çu zavencin e tij, i cili ka qenë musliman, me hapjen e hotel Kopit ose hotel Galebi. Me vonë keni pas edhe restorantin, ju keni folë për Holegro, aty ka qenë biblioteka me pasura në Malzi, ka qenë vendi një sallë ku për çdo ditë kemi qenë si lexues atje dhe ka qenë kinema kur ka qenë një sallat më të bukur. Fatkeqësisht sot kemi sallën me 600 vende e cila rrinë në mbyllur atje. Nuk është e vërtetë se s'ka interesim për filma. Në gjithë qytet keni ju, por duhet të menaxhohet. Nuk hyjnë ata punë se jemi të folë për Ranë. Me vonë keni pas të them, nuk ka qenë ambasadë, por ka qenë një shtëpi ku ka qenë pushteti i mbretërisë otomane në atë kohën ku është i Guri, ku ka qenë, ku sot keni ishte shndruar në objekt tjetër. Pastaj keni pas xhaminë e detarëve, mbrapa ka qenë vendi ku kanë sunduar grekët, ka qenë shtëpia e grekëve, keni shtëpinë me 909 aty dhe keni shtëpinë e familjes Zec,
Joko Zezda Agripine e kanë dhëruar shtëpia e cila është ndërtuar me 1925 për shërim dhe deri me 78-ën, ka shërbuar si rentgen atje, ka punuar vllajëm primaris doktor Gani Karamanaga në shtëpi. Sot e shihni shtëpia ka rënë në gjys, edhe e kanë met si të gjithë përmendorët kulturës tonë, si Beledia, si shtëpia Pashës, të shumë objekte të tjerë të cilit i kemi lënë aq shumë pasdore, duke shikuar vetëm interesat, mas tam të personale, se ata njerëzve nuk i kanë aq shumë personale, por nëse lehen këto objekte pasdore, atëherë njerëzve i shkon mendja gjithkund. Rana jonë pra ka qenë një ndër shititoret më të bukura në botë. Gjithë keni pas një gjelbrim të pafund, t'ju flas diçka për pishën aty, cilën tash unë nuk jam kompetent me folë, se na kemi 17 inspektora komunal të cilët bën medalë, edhe me frenu njerëzit të cilët dojnë me i hek, jo vetëm pishën, për qinarin, apo ndoshta nuk hiqet pishën, se du me folë drejt, por në atë vend ka qenë xhamia e detarëve, do të thënë oborri i saj dhe më gjërë. Prandaj kemi pësu ndryshime të mëdha. Unë tham shpesh se rana jonë është bërë si një teqe ku gjatë verës mund të shitni gjithçka dhe mund të vinë të shesin nga Podgorica, nga qytetet e tjerë, më thanë gjithë ketë njerëzit, duke e pa se në çfarë kvalitetit kemi në turizëm, duke pa se njerëzit nuk frenohen, atëherë ne flasim me një dhimbje protokollit e turizmit të artë tonë, kur t'ju kthehem mollës atje, apo mole, si që thomë në Kelelit, me 36 që është ndërtua, kanë ardhur vaporët e parë, barkat e para i turizmit, pasi ne s'kemi asnjë hotel, pa hotele nuk ka turizëm. Ai ne kemi 120.000 shtrete në akomodimin privat, por ai nuk ka turizëm. Turizmi është kur keni mysafir të cilit vinë, flenë dhe i lajnë, shpenzojnë të hollët e tyre, kurse ai gjaja private, dhe me thënë, jashtë pensionit, aja është ajo çka e bën turizëm. Dihet kur kanë ardhur turistët e parë në Ulqin dhe në cilin në vend, thuhet diku në Nkala. Në Nkala kanë ardhur në Kaceme, në një alli, siç e quajmë ne, ku ne të gjithë jemi të lidhur, pasi që aty e kanë bate shtatmirë zyrtare një jacuzzi, e kam quajtur në atë Facebookun tim, pasi që me të vërtet uji vlon si një jacuzzi të madh, nuk e kanë base si lypet, janë shpenzuar shumë të holla dhe aja nuk është për atë çka është e bamu. Jacuzzi është baj bukur, se njerëzit mund shëtisin aty parë, por aty deri tash janë thyer 4 bark, 4 sanalla kanë lënë të thomë në shpirtin se cila barkë ka atë jetën për ndërtimit deri ke fundi i saj. Ne kemi të vendosën atje edhe disa skulptura të cilit nuk na pëlqejnë, nuk i përshtaten ambientin. Shikoni atë Kukuvajkën e quajnë populli atje, dhe peshkatarët shpesh lidhen me te, se aja e sjell ata fatkeqësi. Ne nuk jemi të kënaqur me atë çka ka bërë Mira Detare këtu, nuk jemi të kënaqur në përgjithësi me stafin e të Mirës Detare, me njerëzit të cilët sundojnë atje, dhe duhet të dinë të rishikues se Mira Detare është themeluar me 1993 inkas për Ulqin. Unë them haptos se 2800 metër hyn në Mira Detare në plazhën e madh, do të thënë duke ne marrë ne të gjitha të mirat e duke na bërë komunën tonë komunë kontinentale. Prandaj Mira Detare nuk punon të mirë në Ulqin. Nëse 57% e keni, nëse kthelt në plazhën e madh hyn 2800 metër. Ka do një gjurmë, sepse për momentin nuk shoh askun do një peshkaregje, do një bark peshkatarësh, ka apo vetëm janë në atë këndin atje të Kacemja, ka pasur këndin e ka Mandraqi? Në Mandraq kanë hyrë atër bark, ne kemi fotografi, dhanë foto të cilët flasin për 30 vjet ku kanë hyrë bark të mëdha, dhe më thanë bark relativisht, ta ka një shprehje të bukur e thojnë brodice, por barka ka pas dyrekun, ka pas rangën, ka pas velin, ka pas bastonën, aja barka ka mujt me hy në Mandraq. Sot i kam ba disa foto une, nuk mund të kaloni kam se s'ka një pikujt në Mandraqin tonë. Këtu natyrisht janë edhe faktoret natyror, termeti me 7 nënë, kanë çupa kësa këtë pjesë këtu, por njeriu i gjallë mund të bëjnë gjithçka. Mandraqi mund të mbahet, mirë mbahet, të thomë, dhe natyrisht kjo Kacemja duhet të investohet më dhe duhet të bëhet ashtu që Ulqini me në fund të kenë një marinë, ose një vend, një lima, një portë të vogël ku mund të lidhim 20-30 sanalla, si që thomë në këtu, pasi që Ulqini si ka met asë gjema. Të gjithë ja kanë marrë. Unë thamë kur ullin në ranë se edhe shpirtin ja kanë marrë. A konkret, thamë haptos, Ulqinit shpirtin ja ka marrë Mira Detare me menaxhimin e saj këtu,
me 50 vetë në Budve, vetëm me 2 vetë ose 3 në Ulqin, të cilët janë në ingerencën e tyre, prandaj ne nuk mund të jemi të kënaqur, pasi qyteti jonë, po ju kthehem në histori, ka qenë qyteti i dytë i Malizit. Sot jemi mas Pluzhina atje në Eldiket. Domethënë presim që me pas 2 muaj sezon e me mbjetu. A nuk punohet në botë 2 muaj, a me mbjetu një mëdhej. Sikur është shndërruar në ritual të mëngjesit, kafja thonë në ranë pihet me shije. Vetëm apo në shoqëri qoftë edhe me ndonjë mysafire nga Evropa? Natyrisht kafja e parë pihet në ranë këtu, na i quajmë rana cakët dhe kalalit. Ata ulen gjithmonë edhe gjithmonë keni një qetësi në ranë, nuk ban kur shëmat, por e kanë zanin e naltë, të ngritën zanin dhe ndihet. Kafja e parë, revista e parë, gazeta e parë, si thonë na, të gjithë banë në ranë. Ju thashë në fillim, ke deti, ke mreti. Këtu fillon dielli, nëse delni në ranë, e shihni se më njëherë shihni si rrimna. Rana është me të vërtet një vend i cili për fat keq është i prekur dhe është shprishur, por deti është afër, plazha është afër, ndoshta Perëndia na harun, se unë gjithmonë them, Perëndia e ka zgjedhur këtë qytet. Ja kanë hap të gjithë bukuritë, të gjithë të mirat, por siç duket nuk i ka zgjedhur njerëz të përshtatshëm me shiu këtë bukuritë. Do se përmendë një forme riparimin, rindërtimin e xhamisë. Kem pas dëgjuar edhe është thonë shumë herë që përveç rritjeve fetare aty do të jetë edhe si një pikë turistike për ta vizituar nga turistët e interesuar ta njohin këtë objekt. Gjithsecili mysafir i huaj, a ju dini se unë jam shoqëruesi grupeve të huaja, të cilët kanë peshë, edhe shpesh herë kam shti në xhami. Xhamit tona janë të hapura, prandaj ne nuk kemi çka të mshefim në xhami. Xhamia është e bama një objekt jashtëzakonisht i bukur. Unë flas me nostalgji se aty ka qenë prisë dhe gjyshim, Molla Ismail Karamanaga. Unë kam qenë mas tam të shqipari i cili tekstet i parë kam pyet në kohën javore të asaj kohe xhamia ku është sot, dhe xhamia me ndihmën e Perëndis dhe ndihmën e Entitit Republikan të Mbrojtjes të Monumenteve, të gjithë atyre të cilët kanë nap kontribut, posaçërisht ata pe qytetit Alania, se unë kam shoqëruar njërin i cili vetëm ai ka nap 300.000, por tu duan të përmend të gjithë, zonja Drana këtu ka nap 2.500 euro, ka nap kontribute dhe Ulqinakët. Kështu si xhamia është ngritë si një feniks mas 71 vite në vend cilën ka qenë. Tesh a ka qenë pak më ne, tesh nuk do me hyj aq poshtë, pasi që ky objekti që është bërë aty e ka prek paksa, por ne jemi të kënaqur se xhamia ka qenë, unë them gjithmonë, është ndërtuar në shekullin e 14, prandaj e kanë ndërtuar Maurët, sa të ndigjoj dhe lexoj tjetër këtë se e ka gati tjetër kush, nuk pejtohem me ta, natyrisht kish me pas qef me fakte, me mbin tjetër kush se ishtë ndrysh. Kjo xhamia nuk ka pas musliman, por ata kanë kërkuar Maurët, prandaj muslimanët të cilët kanë bërë tregti gjithsesi këtë kanë kërkuar me pas faltore në vend ku dojnë me bërë tregti. Dhe kjo është shkaku pse është ndërtuar xhamia. Pastaj në majet xhamisë është ngrit fanari i cili e ka tregu rrugën detarëve, ka se në është qujtë kjo xhamia detarëve, për ndryshe shumë e kanë qujtë edhe xhamia Ranës. E dytë, pastaj kjo xhami ka pas edhe një dhomë mbrapa atje, ku është e hupur sot, si kanë bërë hymje të shtëpieve private, ku ka qenë dhoma për sunetllëk, njerëzit të cilët kanë ardhur ka fshatrat, e shlyp një natë me fjetu, se shlyp me ardhë 6 orë me kalo, me gamar këtu e me baf mitsunet. Prandaj e ka pas një posaçëm. Prej kësaj ndërtese godine këtu, deri atje poshtë kanë qenë varrezet, se në xhami nuk ka varreze as kërkë, por jashtë. Kështu si këto janë ata të cilët shërbojnë për një ngritje e kulturës tonë. Prandaj xhamia e detarëve, në xhaminë e detarëve nuk ka mysafir i cili vjen në Ranë nuk e viziton. Unë kam nap shumë intervista dhe në gjuhën malezeze, në televizionet të ndryshëm, ku edhe malezezët kanë ardhur me pa se çfarë bukurie kanë bërë këtu. Edhe një herë ne i falenderojmë të gjithë atyre që kanë nap kontribut, posaçërisht qytetit Alania, të cilët kanë nap jashtëzakonisht një kontribut të madh për ndërtimin e kësaj. Një objekt ta quajmë kështu që lidhet pak a shumë me trashëgiminë fetare apo shpirtërore të Ranës?
Dini se çka, ju kujtohet e Tyrbia, ne kemi qenë parë tje. Tyrbia është një ndër momentet, objektet jashtëzakonisht të fortë, të them tek ne, pasi që Tyrbet i përkulen të gjithë ata. Tyrbia është dervishve. Ne muslimanët nuk kemi ndërmjetësues ndërmjet Perëndie dhe vetit. Në qoftë se falemi, na falemi, bim poshtë në seshte dhe aty komunikom. Ashtu thot në Koran, jemi afër ke unë si ata karotitët të cilët të furnizojnë trunin me gjak. Mirë po, Tyrbia ka të famën e vetë, Tyrbia ka historinë e vetë. Unë shpesh herë ja përcjell mysafirëve të huaj se me 719 Venedikasi duke ditë se Ulqini ka pas një garnizon të dobët. Pej 800 deri 1000 ushtarës ndërmjet tjerëve kanë qenë edhe ata të cilët kanë ndërtuar shtëpia këtu tek ne. Kanë ardhur për të kthyer Ulqinin, pasi që Ulqini duke zhvillu piraterin, duke zhvillu tregtinë e madhe, ka ba pengesa të mëdha për tregtimin ndërmjet Venedikut, Dubrovnikut, ata kanë qenë Republika me mesdhe. Dhe ata vinë prep me kthy Ulqinin. Mirë po, populli e ka lidh këtë kthimin e tyre mrapas, ata nuk kanë ardhur, pasi që ka qenë siç duket deti i madh, tu është sekt dhe anijet nuk kanë mujt më ofru, largohen. Mirë po, ka me si tradit se dë vllazërit prej familjes Fani, të cilët i ka zgjedhur populli si njerëzit më të mirë, shkojnë me një senall të vogël, me një pecë të bardhë atje, që me bisedu me Venedikosit, që mos me urdhëzu qyteti, mos me u bombardua më ashtu. Mirë po, kur vinë atje, fillojnë me diskutu, me bisedu, këto ja presin krenjët dhe këtu tash fillon aja legjenda. Këta qohen me krenjën në dorë edhe ecin, jo notojnë, pa ecin dhe vinë deri ke vendi ku është Tyrbia sot. Sipas tyne, këtë dervisht, në vend ku të vinë, lypet me u ba vorri. Kështu edhe kanë bata dhe populli e ka ba ritual. Mirë po është interesant se e shtëpia e Plamencit e vojvodës i cili e ka ba me 1886 në të diket kur ishba me 90-ën ishba kisha atje, ma vonë 90-ën deri me 96-ën, 88-ën ishba kjo, aje ka ba diçka ma vonë shtëpin, për shtëpia tje në të bamën prej gorë me gorë të hekon për fasadës të kalas. Do në të dinë spektatorët, ka qenë koha ashtu, nuk akuzoj kërkën, për është hek komplet në fasada e anës të kalasa ne dhe janë ndërtu të objekte. Mirë po, aja shtëpi ka ra, temelet tuk i kanë majtë, populli ka fillu me lidh me legjendë, se i pengon Tyrbe, ty në Varezeve, kështu në gjumë ati është dukur se i ka ardhë dikush dhe i ka thënë, në ma parë në ndërtot Tyrbe ne, vendin tonë, pas taj shtëpin. Dhe kështu re ka ndodhë. Sot janë Tyrbet aty, populli vjen, i viziton, ata nisën që rinë në të dikush zënë besë, aja është bindja njeriut, por me zanë besë i thamune, lypeni me zanë besë edhe ju, që me unë ndihmu ata, në qofë se i ndihmoj. Ne nuk kemi, e përsis edhe njëherën për ata të cilit janë ma fetarëson, nuk kemi ndërmjetësim ke Perëndia. Na, kur bim seshde, aty e kemi Perëndia ma afër sa s'kush. Pa tjetër, Ismet shoh këtu, grupet e ndryshme, qofshin të rinj apo të vjetër, jo kujtohen njerëzit në që nuk janë sot edhe kanë me të kujtesin tuaj si peshkatar të dalluar, si njerëz bohem, si këngëtar, si diçka të artit që mund të kenë lënë gjurmë në kujtesin tuaj rinore apo të shikmin tonë. Po. Ti flasë për njerëzit, duhet të forë, unë për shumë ata kam shkrua edhe në librin tim, edhe në të libret të cilit i kam në pregadituna, mirë po nuk ka njerëz të cilit me pagojnë për me libër, se libër nuk e lezen kush së të shkoj internetit. Do t'ju tregoj se unë kam shkrua edhe për Rizar Shurdhen, ai ka qenë një ndër harapet, si që quam në thojza, me i njohëri të tek ne, një fotograf, njeri i pashëm dhe i bukur, i cili i ka lanë famë qytetit tonë. Ai ka sot i takon aty në harabet të cilët i kanë sjellur piratët tonë, apo detarët tonë nga brigjet e Afrikës, dihet konkret nga Sudani, nga Çadi, nga Egjipti, nga Tunisi, dhe këta i kanë marrë ke familje Shurdha, për shembull konkret flas për Rizar Shurdhen, i cili i kanë fituar pastaj edhe mbi emret sipas tyne pas shlirimit të tyne. Ne flasim me nostalgji për ta, pasi që ende kemi në Ulqin disa të cilët i takojnë këtij fis, të cilët jetojnë të tek ne gjithmonë kur janë martu me të bardhë o me të bardha, gjithmonë ka dominu ai gjeni i zi. Gjithashtu dohet të përmend edhe zotërit Cafi Shmakun, Cafcelin, siç e kemi quajtur na, i famshmi Cafu, i cili ka pas një barkë të bukur e cila ende sot ekziston,
i cili e ka napje me Leonardo, i cili ka shëtit mysafirët e parë prej plazhës vogël deri ke plazhi i madh. Kështu ka shumë njerëz të cilët kanë lanë gjurmë këtu, kanë qenë si Betkas Hoxha, Fadil Elezaga, i cili ende jeton, dhe ka shumë njerëz të cilët kanë lanë gjurmë në qytetin tonë, në kujtesën tonë. Duhet të përmend gjithashtu të ulemi pak edhe më parë për të parë të Ulqinit Adem Tivarin. Adem Tivari ka pas një shkverë, si që thomna, ku e ndërtua dhe anijet e para, barkët e para në Ulqinin tonë. Prandaj Ulqini ka qenë një qytet i bukur me 3.700 familje dhe kur e shumë zoni vini deri ka cifra 9.000 qytetarëve, banorëve, të cilët kanë jetu gjithmonë në një harmoni dhe ende dhe sot jetot një harmoni ndërmjet fiseve, feje, konfesioneve të ndryshme. Në Ulqin kur nuk ka pas probleme kësaj gjaje dhe mendojnë se është mirë të vazhdojmë edhe për atë të rritë të cilët do të vinë pas nesh që të jetohet në këtë drejtim. Shpesh herë përmend se Ulqini është në një paralel si Roma dhe Barcelona, do të thotë ne jemi ata të cilët duhet të vazhdojmë këtë gjë dhe kemi shpresën se në të ardhmen turizmi jon do të lullzojnë pak, do të ndrohet diçka, se ndrimet janë ata gjëra të cilët janë të domosdoshme në jetë. Prandaj edhe në jetën tonë në përgjithësi. Ne flasim me nostalgji për atë kohët e artë, turizmi tonë deri me 90-ën dhe unë derisa atje jam gjallë gjithmonë kam i përsërit se si ata kohë nuk kemi pas. Kjo koha e sotme natyrisht për ju të rritë ndoshta është më mirë, por ata si nuk e dinë se si ka qenë më mirë, nuk mundet më na kuptu fare. Qyteti vjetër Ulqini, pra Kalaja, ashtu siç e quajmë ne kemi qenë paksa më anel dhe thëmë gjithmonë kemi pa pak ma tepër se këta poshtu, por gjithmonë kemi lujt bashkë dhe kemi ndajmë bashkë me Ranacak. Prandaj, Kalalit dhe Ranacak edhe me parë, pasi qyteti ka qenë me i vogël, janë marrë në Medvedit dhe kështu janë njoftu. Mirë po sot janë ndru kushtet, është ndru kohë, sot dëshnia, nuk ka kufima, kështu që nuk ka ma, por ka Kalali, ala, ka ende Ranacak, ala. Unë më shpesh herë i përmend Ranacak dhe Proni. E dini se ju i keni pas edhe profesor Hajro Ulqinakun, Haro Pufja, Rushdi Ushaku dhe penda ma fort, si mendoj unë, Ali Lunji, janë të lindur vetëm 50 metër rreth njëri tjetrit, domethënë në lagjin e Ranës. Pavarësisht se Proni, Rana, thom gjithmonë ka pas edhe ujë në toksore kështu, kur qeshemi na me të thom. Prandaj edhe thomna se në Kalarit kemi qenë më të mirë. Po nuk është e vërtetë, e shihni edhe vetë. Këta tre poetët apo shkrimtarët më të mëdhenj kanë lindur në Tupra, në Shkumë Benedetit në Ranë. Se nuk kanë kënduar, nuk kanë shkruar në Kala askush? Natyrisht, në Kala edhe kanë kënduar edhe kanë kënduar, por unë mendoj se Kalalit kanë qenë ata agallarë të peglerë të cilët kanë jetuar në, kurse tjerët e kanë bërë edhe muzikën, edhe dizenin, edhe shkrimet për ne. Kështu si duhen të përmenden Hamojt, Hamzagat, prandaj ata janë ata të cilët kanë qenë mjek, të cilët kanë qenë berber, por të cilët kanë bërë edhe muzikën më të famshme këtu. Të përmendim të ndjerin Recep Abazin, i cili ka me si sinonim i muzikës dhe i folklorit tonë, një valltar i papërshkruar, njeri i cili ka lanë në trashëgiminë e vet, edhe djalin i cili sot merret me muzikë edhe me valle, me koreografi, por Recepi është njeri i cili nuk lind më. Prandaj Recep Abazi, unë mendoj se e ke në fototekën e juaj atje vallën Ulqinake, ashtu siç e ka lujtë këtë jo Dum Shëreveli, por këtë në Nhihet Limonit s'ka më të kërkush me lutë. Prandaj këta kanë lanë gjurmë, bile kanë qenë edhe ata të cilët kanë punuar në Kekrar Nikola, thirrët se i kanë thirrë në Budve, njërin prej tyre i cili ka qenë dhe kanë met shto fjalë të urta nga ato, kanë qenë me të vërtet njerëz të urtë. Ka pas të një kërua këto në Ranë, të cilët janë furnizuar edhe Kalalit? Në Ranë ka pas Proni ka qenë të, më thënë ka dalë ujë dhe ka qenë kroni i Ranës. Mirë po, ne kemi një vujtje të madhe për kronin e Pashës, se xhamia Pashës, e tje ndërtu me 790 metrën, pranë xhamie është Mejtepi, ka qenë Hamami, i cili ka filluar tash më renovu paksa, edhe Kroni edhe shtëpia Pashës, natyrisht. Mirë po kroni i Pashës, shtëpia e Pashës është sot në renoje, dhe kam folë në fillim për shtëpinë e Pashës, për Beledien dhe për shtëpinë e Zecit, të cilët
urgent plipen mori ndërtu dhe mu basi kanë qenë pas i takojnë të shikëmisë tonë si përmendore kulturë historike të kategorisë së parë. Ti kthejmë Krojit Pashës, thuhet se i ka thënë njeri prej tyne i Perica Gjurashković, uzmit e i ka thënë merrni këtu ke unë qilni mëse prish një kronin. Aq kanë qenë dëmtorë të komunistëve të saj kohë që kanë shkatruar një Krojt më të bukur në këta vise tonë të cilët e kanë gatitur të smarit në 700 metrë, ku njerëzit kanë marrë avdes, ka qenë shumë i bukur. Prandaj ata të cilët kanë barë rrugët, i kanë ba në mënyrë në vend se mu rrujt. Ne i dim se edhe gurt i kanë vjetë, i projnë. Por sot kanë me të gjurën të të, sot kanë me i bardh, me rane me kërqele, me i lymun vendi ku ka qenë kroni. Ulqini ka pas shumë kroje, ka pas 12 për këtu deri në pazar, 2 kroje të të, por ne, të thamë ma bukur, janë në shumë se nuk bam në të gjithë duke shikoj intereset ti përveçme, mbi atë të përgjithshme kemi shkatruar. Jo vetëm ranën, por përgjithësi të gjithë qytetin. Ju dini se rruga e pazarit ka qenë më e bukur se Bashqarshia. Sot nuk keni, aty keni shtëpi 2-3 kaçe, më gjerë, kështu si e ka hupët shijen e saj. Ashtu edhe rana, nëse shëtit një ranës nuk keni ma asnjë godin, asnjë ndërtesë e cila mund t'ju kujtojnë ju në atë lezetin të thomë ulqinak të cilën e ka pas rana jonë, gjelbrim të pafund, me banka, me vende ku keni mujtë muur, prej Kolegros, Hoteli Adranit dhe ma poshtë, deri ke fundi i Kalas. Sot, gjithë se kush ndërten planet urbanistik, në që se gudzet i thëmë 2-3 fjali janë të bërë ashtu si që kanë dëshiru halku, apo ata këta mburën se i kanë ba planet urbanistik, nuk pejtohemi as me ndërtimin e Hoteli Adranit, i cili nuk është Hoteli Adranit, është një hotel i ba Muniri, i cili nuk i takon as t'i vend aty. Mas të thomë për planet të cilit i kanë ba si pas dëshirës dhe tyne që i kanë kërku. Këtu për plane urbanistik në më pru njerëzit të cilit nuk njofi në skërkën. Njerëzit për Gjermanie, për Slovenie, Milan një afurdoni shetitni dhe na hartoni ashtu si që lipet me uba shetitorja ma bukur në botë. Mirë dhe Granaga, keni përgjithsi ju që nuk është realizuar, përmendoj, si qytetar i Kalas, edhe si njeri që kalan pjesën më madhe të ditës, këtu në Ranë që nuk është ndërtuar muzeu detar në Ulqin? Na kemi përgjithsi se nuk është ndërtuar jo vetëm muzeu detar, po se është shkatruar qyteti jonë, po se çarisht në Kala, unë si kryetari i shoqatës miqtë e Kalas, që në vitet 90 si një shoqatë më e parë në Maltezi, kemi tentuar që të radhisim Kalan tonë mbrojtje të UNESCO-s. Kalaja është dëmtuar aq shumë duke jo vetëm mos pas në mos kujdesje, por edhe anti-republikan për mbrojtje të monumente të kulturës në 48-49, ku është dashur të na frenojnë si mos bëjmë atë çka kemi bërë. Prandaj Kalaja, mas t'ju flas për atë objektin i cili është ndërtuar atje në fund të Kalas, i cili nuk ka asnjë farë shije dhe asnjë farë bukurie dhe i cili e ka shkatruar bedenet dhe formën e Kalas. Nuk ka njeri i cili hyn në Kalas nuk thot si e keni leju me ndërtu një gjatë të tillë. Po kush na pyet ne? Institucionet përkatëse, gjyqi, ata janë ata të cilët lypen me frenudikën me ndal. Unë flas gjysa Ranës nuk flet me mua pse flasën. A për pish, a për qinar, a për këtë, a për parë që për atë. Unë flasë më më dhem të zotëri duhen të dinë se Rana, Qinari, Pisha, ishte edhe jemja, edhe tyrja, dhe për te duhet të rumnë. Ne nuk mund të shikojmë vetëm intereset e përveçme, do të me shikojmë edhe të përgjithshme, se ne do t'ja lëm dikuj këtë në tërshikëmin tonë, se kam ardhë kohë kur kanë me thanë, sa qipas këtë qenë. Dhe për te i këthejmë asaj fjallis të parë, Perëndia me siguri nuk ka gabu kur na ka zgjedhur ne këtu. Nuk e meritojmë në këtë bukuri. Shikoni sa të keni 20 shkallë, këtu kemi të ndajna, e jemi në dimën. Në këtë kohë, zakonisht mosha, do të thoshe mosha jonë, ka këmbyer urime të shumta për vitin e ri. Dërgoni apo merrni ende urime, kartolina? Të rrallë janë ata të cilët shkojnë kartolina, ka dhe kush ndoshta në Gjermania, pasi unë kam punuar shumë në kohët e artë, të kthejmë tash kam punuar për Kompas për Ljubljana, kështu që kemi pas marrëdhënie me shtetet e huaja, rrallë dhe kush shkruan në kartolinë. Sot i merrni të gjithë nëpër mes të internetit, nëpër Facebook, sa ajo është sot hapja më faqja më fort e botë. Kështu që as kërkush nuk dia i shkruan, do kush dhe një letër dashnije sot. Na kemi shkruar
kur kemi qenë ushtri, kur kemi qenë si student, kemi shkuar dhe i kemi zgjedh bilat e letrat të cilët kanë pas ngjyrë aty, mendoj se edhe ti i ke bërë të punë. Kështu si sot kemi dhe për te flasim e në nostalgji. Unë them se koha e internetit është mirë, se është përparim, por koha e internetit është edhe vdekja e librës. Unë dëshoj se lexon sot dhe kush, edhe në shkollë kur kam punu, kur s'ka lexu, kanë lexu vetëm ato 2-3 rreshta, si shlipun atë rrethtunë se kanë lexu librin. Domethënë për mbajtjen të cilën e kam shkruar unë, apo Zotëri Ibrahim Berjashi, si një shkrimtar më të